Open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night. The sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings. We can ride the cloud. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings, love, forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. Në serinë e kaluar, zanat u përballën me një monument të çuditshëm magjik. Me që nuk arrinin ta mposhnin mesunin magjike, ato morën një mësim nga profesori i ri Avaloni. Ai u mësoi një magji të re që do lejonte të luftonin kundër Lord Territ. Wow, ceremonia e hapjes së shatërvanit të kuq. Megjithëse kulla u shkatërrua, përsëri ky vend duket shumë i bukur. Profesor Avalon, faleminderit shumë që na morët me vete. Ishte kënaqësia ime. Është një mundësi të takohem me mësuesit e shatërvanit të kuq. Ju shkoni përpara, unë duhet të pres pak këtu. Por nuk do të vini te ju me ne? Unë do takohem me profesor Kodatorton. Blum, do më bësh një nder dhe të kujdesesh për të tjerat ndërkohë që unë jam? Mund të keni besim tek unë. Këtë doja të dëgjoja. Vajza, është ajo që mendoj unë? Po, janë shtrigat e kullës së re. Janë në listën e të ftuarve. Përshëndetje. Mendoni se do hapin telashe? Nuk ka problem, triksat nuk janë më me ato. Je sigur që është ide e mirë të shtiremi si shtriga? Nëse na njeh ndonjë nga këto vajzat, do kenë shumë frikë për të bërë gjë. Po, I kemi trembur për shumë vite. Duhet të shkojmë shpejt te kodeksi. Atëherë le të shkojmë ta marrim shpejt. Në fillim, na duhet të gjejmë atë pjesën që mbajnë këtu. Siç po të thosha Flora, kjo është mundësia jote. Nuk dua ti dëgjoj të flasësh për vimët. Shikoj Dian, më tregohet që është Dian këtu. Hey, përshëndetje, mirë se erdhët në shatërvanin e kuq. Dukeni shumë bukur. Au, ashtu është. Shkëlqejmë më shumë se çdo vajzë tjetër në Alfea. Stella, princi Sky po tregohet i sjellshëm, të paktën mund t'ia kthesh komplimentin. Do më falni për vonesën. Shpresoj të mos jeni mërzitur. Au, sigurisht që jo. Isha e zënë se po më adhuronin. Përshëndetje Stella. Ç'kemi? Dhe me këto u bën 26 specialist. Atëherë unë kam fituar 12 shtriga plus 17 zana, total bën 29. Atëherë fitoj unë, zemër. Pra, do të shkojmë te arena prapa shkollës për paradën? Në fakt, ceremonia do të bëhet brenda. Brenda the? Një herë të vetme do doja të kaloja ditën pa hyrë brenda në shkollë. Stella, vërtet mendon se do të bënim një fest pa disa surpriza? Blum, ne nuk kemi mësim nesër në mëngjes, kështu që si thua të dalim për një shëtitje me kal, ha? Po, duket interesante. Atëherë u vendos. Prit, ora e profesor Avalonit është nesër pasdite. Po sikur të dalim këtë pasdite? Po do të më duhet të studioj nesër në mëngjes, që të bëhemi gati, e di? Dua të lë përshtypje shumë të mirë. Nuk ma merrte mendja ti ishe kaq emocionuar për detyrat e shkollës. Kjo më kujton se duhet të shkoj t'i them profesor Avalonit se ku duhet të shkojmë. E Blum, prit. Takohemi atje, vajza. Kjo është? Zyrat private të mësuesve kanë qenë diku këtu. Sigurisht që këtej do fillojnë kërkimet tona. Hey Riven, pra cila ishte surpriza? E po, gjithçka varet nga mënyra si e përkufizon surprizën.
Më në fund, ja ku jemi. Struktura gjeometrike e këtij vendi është ende e mrekullueshme. Wow, shiko atje. Kush është ai që nga simpatik? Askush. Në fakt, ai është nipi i Saladinit. Duhet të jetë një specialist i talentuar atëherë. Ai, në asnjë mënyrë. Ai është shumë pacifist. Nuk i ka qeftin dot i duart. Por unë kam dëgjuar se është përjashtuar nga Shatërvani i kuq. Hej, Helia, më lër të prezantoj. Këto janë yjet Alfeas. Kjo është Stella. Tekna dhe... Unë jam Stella, ti je artist? Mund të më tregosh disa skica? Gëzohem që ju njoh. Pse vizaton në letër? Paletat grafike janë shumë të mira. Ke 50 mundësi për t'i fshirë ato që bën, kontrollin digital plus të gjitha ngjyrat që do. Ke edhe kanalet e Alfeas, Stellajot, vizimet, i ka të gjitha. Wow, që kanë të mrekullueshme, të më bësh edhe mua një portret të lutem. Vizatimet e tua janë plot jetë. Mund ta ndihesh energjinë. Më pëlqen mënyra se si Furça bën gjethen e Fierit në letër. Askush më parë nuk e ka vënë re gjethen e Fierit. Dhe kjo është Flora. Flora. Po mendon këtë Avaloni shkoj këtej. Nuk duhet të na njohin në asnjë mënyrë. Më falni që po ju shqetësoj. Mos rastësisht keni parë një profesor të pashëm dhe të gjatë që të kaloj këtej? Jo, vetëm të shkurtër dhe të shpifur. Dakor, faleminderit. Mos na kuptoj gjë? Le të ruajmë qetësinë për çdo rast. Blum, pa më thuaj pak ku ishe? Po kërkoja profesor Avalonin, por nuk e gjeta gjikundi. Me qëra fjala ku shkoj Skaj? Djemt shkuan të bën gati. Mirë se erdhë zonja dhe zotërinj, miq të Shatërvanit të kuq. Nuk kemi mbledhur këtu sot për të mërzitur dërnojet e shkollës sonë të ndritur. Megjithëse shkëlqimi historik i Shatërvanit të kuq u shkatrua, aftësitë dhe shpirti specialistëve tanë kanë ngelur i fort. Ka ardhur koha për të vënë edhe në prestigjin e Shatërvanit të kuq, duke i vënë këtë emër të nderuar edhe shkollës tonë. Çfarë mund të ketë ndodhur? Nuk e kuptoj, çfarë po ndodh kështu? Ju lutem, të gjithë, rrini të qetë dhe shëtitje të gëzuar. Dhe tani zonja dhe zotërinj, një paradë për Shatërvanin e një të kuq. I bëjnë shpesh specialistët këtë lloj festesh? Pse po rrini ju të treja këtu? Nuk e kemi gjetur ende kodeksin, mjeshtër. Fluturoni të kështilla, gryk madhi do të vi pas pak, do t'ju shërbej për të reqër vëmendjen. Një tjetër përbindësh hije? Jo vetëm hije, është kafsha ime. Kam nevojë për pushim, pati shumë emocione për mua sot. Tani janë të gjithë të rinjt në gardë dhe unë shpresoj shumë që të kemi kohë të qetësohemi përpara se të dalin edhe shokët tanë. Ej, dëgjoni të gjithë. Loja është gati të filloj. Ku janë Musa dhe Leila? Po marrin pijet. Kush është i pari? Skaj dhe Riveni, nuk duhet humbur. Forca të gjithë le të ikim.
Ju vajza shkoni përpara. Unë po luaj me digjitën. Të kujtohet si është. Ta-ra-ta-ta-ta. Dhe pastaj futet ritmi I kitarës? Po, atje kërceja kështu. Ha! Wow! Ta-dan! Sa çudi, ajo vajzë mu duk shumë e njohur. Çfarë ka, Musa? Por është Darcy! Mallkim. Është ajo, forca ikim! Oh! Fitova unë! Juhu! Më ka bërë një procesor. Ti mund të kishe fituar pa përdorur forcën, e di? Po kjo ishte mënyra më logjike. Ti nuk I shkrove shpejt sa duaj vargjet e programit. Mirë, në rregull. Të kontrollojmë softuerin tonë në veprim. Wow. Wow, programi ynë punon për mrekulli. Pse e Po fike? sepse loja mbaroi Tekna, tani duhet të takohemi me të tjerët. Ajo shkoi këtej. Atje. Tekna? Çfarë po bën? Shikove njëri të vrapon tek te? Negative. Sensorët e mi nuk kanë dalluar gjë. Po ndiqnim Darcyn. S'ka logjik. Asnjë Trix nuk mund të futet I vetëm në qendrën e specialistëve kur ne jemi këtu. Ke të drejtë Tekna, nuk e pash mirë, por ajo vrapoi kur bërtitëm ne. Nëse ishte ajo, jam e sigurt se do vi prap. Ke të drejtë, më mirë të mos I biem alarmit, po t'i mbajmë syt hapur. Tani të bashkohemi me të tjerët. Kërbog, kam një detyrë të veçantë për ty. Ngrihu përbindesh. Grykmardh, zgjohu. Lejohet ke shumë për po. Gazi nuk është toksik, mund të përdorim bomba prej fucka. Por ç'ishte ajo gjëja e Ka jeshile? shumë të ngjarë që të jetë tym gjumsjellës. Sky fitoi. Kto janë rregullat? Nëse vije humbet. Eja tani. S'kam nevojë për ndihmën tënde. Duhet jetë bukur të jesh një princ. Gjithë jetën tënde mëson nga më të mirët. Nuk do të mundja dot nëse nuk do stërvitesha. A nuk ishte Sky I mrekullueshëm? I shmangu të gjitha goditjet. Dhe tani është ndeshja e brendërit. Ki kujdes, Brandon, kundërshtari jot është një specialist I vjetër. Ai ka eksperiencë në anën e tij. Pra si mund ta niveloj fushën e lojës? Përpiqu ta sulmosh nga lart. Nëse ngrihesh në ajër, ai do të verbohet nga dielli. Kjo do të jap mundësi të planifikosh sulmin tënd. Mrekulli, dielli sapo u largua. Por unë nuk pash asnjë re. Po çfarë? Duhet të ndërhyjm. Magjia Wings! We go guard the winds, energy created, our magic power will defeat the evil seas of dread. We're the new ones with the wings. Shpëtuam paq. Vazhdoni ju vajza. Do merremi ne me këtë.
krijesa më e madhe që kam parë ndonjëherë. Specialist, raportoni te ekipet tuaja. Forca, kemi punë për të bërë. Sulm përbindës është, nxitoni. Kësa i them të re që po më ngjaun? Mirë, ti heqim qafe këtë lekska. Ai kodeksi është i imi. Se duroj dot kur më injorojnë. Ikin! Nuk pas kam shumë fat sot. Por duhet ta mbajmë ne, ndërkohë që djem do evakuojnë turmën. Po, do doja vetëm që t'ishte këtu dhe profesor Avaloni. Të gjithë në përstrehime. Çfarë ka? Ti dritare u thyen nga magjia, akulli dhe vetëtima. Magji? Kjo duhet të jetë dora e triksave. Duhet të shkoj me njëherë t'ja them kontatortës. Një urgjencë tjetër. Çfarë? Triksat janë këtu. Mos duhet t'i njekim. Ka vetëm një jetë që triksat duan. Dhe zot Aprilesha në saj për Binçi do të ishte një shpërqendrim. Nëse ju besojmë raporteve me fuqitë e reja të triksa dhe kodeksi është në rrezik të madh. Kuptove? Unë dhe ti duhet të shkojmë ta mbrojmë. Të marrim me vete erojën e madh. Do lë skajnë në krye këtu. Shpresoj të dalin mban. Unë do sulmoj nga lartë kurse ti nga poshtë. Tamam ashtu. Ti kujdes! Flora! Ajo është të lashe! Çfarë ndodhi? Çfarë ku e mban atë? Por sigurisht, lidhe pas bishtit dhe ai do luftoj vetveten. Por kush mund të? Atje lart! Helia, si mund ta bëj këtë një që e ka lënë shkollën? Kam dëgjuar se ai ishte nxënësi më i mirë i kodatortës përpara se të tërhiqej. Flora, ai e mirë? Ajo është shumë mirë, Helia. Oh, jo, ai e çliroi. Ti po që je gjeni, Helia, pse nuk na dërgoni edhe disa përpinca të tjerë me që jeni aty? Ajo Dorashka nuk kishte aq shumë fuqi që ta mbante atje për një kohë të gjatë. Që u kaq shumë. Tani ky plan varet nga ne, specialist. Magjia nuk ka dobi kundër këtij përbindçi. Madje as pikset nuk na ndihmojnë dot. Pra kush është plani? Do bëjmë atë që bëri Helia dhe do përdorim litarët për ta lidhur përbindçin. Por për këtë duhet të punojmë bashkë dhe merrin në shënjestër të njëjtin vend. Në rregull, tani e ke ti në dorë. Por prit derisa të mposhtë. Shumë mirë, kjo është mjaft e drejtë. Le të ikim. Forca, të tërhiqim vëmendje. Tekna, a mund t'i pozicionosh të tjerët? Specialist, zini pozicionet tuaja në një rreze prej 20 metrash. Litarët! Nuk ka për ta mbajtur për shumë. Mos duhet të dërgojmë dhe kë pas triksave, s'kemi pse. Ata po ndjekin kodeksin, do vinë tek ne. E të drejt, fëmijë do ja dalin ban. Në fund të fundit i keni mësuar vetë. Armët e tokës, kapeni! Po, e kapa, e gjeta pikën e tij të dobët, e ka te gryka. Në rregull. Tani! Forca tani djema! Demi, kujdes! Unë jam mirë!
Askush mund të shkojë në dhomën e fshehtë pa kaluar këtu. Mirë, roje, zini pozicionet tuaja. Duhet ta ruajmë me çdo kusht. Është e pamundur që kanë shumë. Po do të kthehemi. Urime! Ju vajza luftuat me sukses një betejë të rëndësishme sot. Ne ja dolëm mirë, profesor. Do doja shumë t'ju kisha ndihmuar, por më evakuuam bashkë me spektatorët e tjerë. E po e rëndësishme është se ju jeni mirë apo jo? Me sa duket vetëm kjo gjë intereson asaj. Na vjen keq mjeshtër. Nuk mundën ta merrnim në kohë kodeksin. Sepse jeni një tuf gordalaqesh idiote. Do t'i lëm të mendojnë se fituan dhe nuk do t'i jenë më në gatishmëri. Tani e dim ku e mbajnë dhe kur mos e presim do t'i sulmojmë. S'kam për ta harruar kollaj. Kodeksi do t'i jetë imi. Në serinë e ardhshme të klubit të Wingsave, Tekla dhe Digit gjetën një profeci që thoshte se profesori i tyre i ri, në fakt, është në përbindësh i keq. Por Blumi është magjepsur nga Avaloni dhe del vetëm me të. Do të arrijë ajo ta shmangë këtë rrezik të panjohur?